S'parem mbi të gjitha ky qëndrim që është komplet refraktar që nga viti 2018 e deri tani ka sjellë atë gjendje në bujqësisë që kemi sot. Për të paktën 4 vite, jo 4 tremujor, po të paktën 4 vite me rënje. Dhe me indikim mbi prodhimin e përgjithshëm kombëtar gjithmonë e më të vogël. Tani, ky qëndrim më shtyt besoj që Ministria e Financave ka qëllim këtë gjë. Pra të ndryshojë strukturën e ekonomisë duke goditur sektor që ka një punësim shumë të gjerë e që normalisht duhet vlejnë për të shpërndar vlerë që krijohet, rishpërndar, siç është bujqësia. Kjo është e para. Me që kishte qëndrim politik, edhe ky është qëndrim politik. E dyta, tani dy gjëra ka. Ose propozimet janë profesionale dhe duhen marrë parasysh, ose propozimet nuk janë profesionale dhe nuk merren parasysh. Propozime profesionale që nuk merren parasysh, unë vetëm këtu dëgjoj, vetëm në Shqipëri. Dhe kjo historia që ne kemi sjellë këtë ligj dhe këtë ligj duam të miratohet, kur kushtetuta thotë që taksat në Republikën e Shqipërisë i cakton kuvendi, jo qeveria, natyrisht që nuk shkon. Dhe nuk mund të qëndroj. Tani veç gjërave që propozoi zotëria, tani kam një pyetje për ju. E dini që në çdo qytet janë krijuar tregje bujqësore, në të cilat dalin dhe shesin bujq prodhues. Nuk shesin grumbullues, po shesin bujq. Tani kush është kjo qeveria që thotë që ti që prodhon dhe del shet vet në tregun e lushnjës, 100 kile, 100 kuintal, 1 ton, 2 ton, e kështu me radhë, prodhimet të tuat nuk merr kompensim. Kush jeni ju që e thoni këtë? Kush? Për çfarë arsye e thoni këtë? Jam i regjistruar, jam me NIPT, biles jam edhe biznes i vogël, po të duash. Në Lushnjë, në Korçë, në Elbasan, në Tiranë, në Durrës e tjerë me radhë, dhe ju thoni që nuk t'japum kompensim për prodhimin tënd. Pse? Sepse nuk e çon ke një grumbullues që është i regjistruar në skemën e TVSH-s. Po kush jeni ju? Kush jeni ju që doni t'i zhdukni këta? Komplet. Kush jeni ju? Kush jeni ju, më? Treg i lishëm në Lushnjë, treg i lishëm në Divjak, treg i lishëm në Fier, treg i lishëm në Durrës, treg i lishëm në Korçë, treg i lishëm në Elbasan, e kështu me radhë. Kush jeni ju? Që thoni jo nëse marrin parasysh të gjë. Çfarë do të thënë kjo gjë? Nuk duam ta çoj ke një grumbullues, duhet ta dal të shes vet në treg, ta shes të freskët dhe t'ja shes atij tjetër duke e pa në sy. Me faturë normalisht, sipas gjitha rregullave. Kush jeni ju që thoni jo ti nuk merr kompensim? Kjo është e para. E dyta, vim tek diskutimi që kemi 5 vjet me radhë që e bëjmë me Ministrinë e Financave për tatimin mbi vlerën e shtuar. Në shitje të brendshme dhe natyrisht edhe në përpunim brendshëm. Tani vërtet është e bëm atë diskutim me ministrin këtu. 1 minutë e gjysmë. Se kaq ishte. Dhe kuptuam ne s'dinim, ministri dinte. Tani problemi është që me këtë padijen tonë erdhën këtu dhe folën ca grupe interesi që janë drejt për drejt prodhues. Janë prodhues, janë dhe përpunues, që vuajnë bikurisë edhe si prodhues këtë skemën e TVSH-s që kemi ne, po që e vuajnë bikurisë edhe si përpunues të skemën e TVSH-s që kemi ne. Tani është fare e qartë. Po të doni, ulemi këtu e bëjmë llogarinë në sy e faqe të gjithë dynjas. Në qoftë se unë, importuesi, dal nga dogana me mall, me vlerë të njëjtë, me bujkun në Shqipëri, cili do përpunues del me humbje dhe është i pa interesuar fare të marrë prodhim vendas, po do shkoj ta marrë tek importi. Është shumë e qartë. Në qoftë se nga importi vjen me çmim më të ulët, apo del nga dogana me çmim më të ulët, që është rasti në cilin ndodhemi. Rushi po vjen me çmim më të ulët, ulliri po vjen me çmim më të ulët, karrota po vjen me çmim më të ulët. Sot që flasim po del nga dogana me çmim më të ulët se sa çmimi i bujkut atje matan, patjetër që as e çon në mendje fare të shkoj të marrë atje. Tani, kjo skema që keni bërë ju për kompensimin do të rrisë presionin mbi grumbulluesin. Sepse normalisht unë
që do shkoj ke ky grumbulluesi që më çoni juve, patjetër do i kërkoj faturë atij. Tani çfarë faturë të presi grumbulluesi? Çfarë faturë të presi? Faturën që e nxjerr me humbje? Dhe që s'ka asnjë interes ta marrë këtu brenda vendit? Pra presioni i skemës së kompensimit mbi grumbulluesin do ta çojë akoma më tej atë tek importuesi, jo tek prodhuesi brenda vendit. Dhe ky është problemi që kemi. Këto munduam t'ja shpjegoni ministrit, ai dinte më shumë se sa ne, ndërkohë ne kaq dim. Dhe praktikisht kjo ndodh. Dhe kjo po ndodh. Dhe kemi dy faktorë. Ose do uli çmimin ke bujku, ose do rrisi çmimin në treg të brendshëm dhe natyrisht edhe tek përpunuesi. Ose faktori më i zi i mundshëm është që edhe të uli çmimin ke bujku, edhe të rrisi çmimin tek konsumatori. Në treg brendshëm apo në përpunim. Kjo gjëja po ndodh. Tani që vini këtu edhe thoni jo ne nuk do rrim ke ligji që kemi sjell dhe nuk reflektojmë, ky është problem shumë i madh. Ky është problem shumë i madh. Mendoja që ky debat duhet bërë këtu, nëse ju vazhdoni me këtë sjellje, ky debat do bëhet sallë në parlamentit. Dhe un kam edhe un propozime, amendime pikërisht për ligjin e TVSH-s në këto dy aspekte që fola. Zoti zëvendës ministër, do të ishte ministri në fakt, po çështja është e tillë që edhe teknikisht nëse hapni derën e kompensimit është shumë mirë që e bëni gjë të tillë, se bujësia është në ditët e caj më të zeza, më besoni, është katastrofë. Sidomos nga ajo zonë që vi unë tani i ka kapur shkretët e përmbytja edhe nuk din ku kanë kokën, edhe kanë vërtet nevojë për një mbështetje, vërtet. Por tutje kësaj. Unë propozoj që të futin, të paktën me këtë skem, pa i hyrë diskutimit pasaj të madh në princip të ndryshimit skemës të TVSH-s, se futet gjithë, se janë dy gjëra të ndryshme. Paktën, fusni edhe dy grupe tjera që janë biznese, janë formalizuar ato biznese. Ju s'mund të lini pa futur në kompensim grupe tjera. Se grupin më të rëndësishëm, nëse ne synojmë të formalizojmë tregun bujësor, grupi më i rëndësishëm janë ata të cilët praktikisht lëshojnë vetë fatura më të TVSH, janë të organizuar. Kanë niptin për katës, lëshojnë vetë fatura të TVSH. Nuk e di pse nuk e merrni parasysh gjë të tillë. Sepse praktikisht po dëmtoni, po i vini në dizavantazh ata që janë më të rregulltit. Ata që punojnë më mirë, edhe në kushte aktuale, kjo vlen dhe për këto baxhet e vogla, që janë bizneset vogla që përpunojnë, nuk janë pjesë të TVSH-s, se nuk e kapin pragun e TVSH-s. Por gjithsesi quhen bizneset vogla, janë formalizuar. E parë, e dyta, me këtë skem, se s'desha të hyj, ju e dini kush përfitojnë. Grumbulluesit, marr atë që tha zoti Braçe. Grumbulluesit nuk do kenë absolutisht asnjë lloj incentivi për ta. Të vetmit që do kenë incentiv për të hyrë kësaj, për të lëshuar fatura në eksportues, sepse TVSH-n në eksport e kanë zero. Dhe tu hapet diskutimi tjetër. Këta eksportues nuk përfitojnë fare nga TVSH-ja inputet e 10% që përdor fermeri. Nuk i kthehet tyre. Eksportuesit e mineraleve dhe eksportuesit e pasurive tjera u kthehet, tyre nuk i kthehet. Por tutje kësaj, e amortizojnë vetë ata me fitimin. Tutje kësaj. Nuk zgjidh një gjë ju me këtë që keni propozuar. Për sektorin që realisht ka shumë nevojë, ka nevojë për një reformë tërësore, ka nevojë për një reformë tërësore. Nuk e di pse e keni këtë gjë, këtë përqasje, nuk di ta them, por di të them që është një pikë shumë e nxehtë dhe herët avon do të rikthehemi këtyre diskutimeve dhe me grupe tjera interesi për të dalë, besoj unë, në vendime edhe më të rëndësishme, edhe për komisionin edhe për parlamentin.